në rrugtimin tim në përmbar botën kam taku njerëz që kanë pas miliarda, po në shpirtin e tyre kanë qenë të varfërit më të mëdhej, të tillë shoh në Kosovë fatkeqësisht. Prandaj besoj që është koha kur duhet të kuptohet e vërteta që së pari duhet për veti dhe në veti, pastaj për të tjerët dhe rrethin ku jeton. Po më intereson, po i prek edhe po më ngjall shumë senzor të mi. Mungesa ekzistenciale është ajo që është e brendshmja, e cila nuk plotësohet me këto të jashtme. Nuk mundesh me e plotësu e me e qetësu shpirtin tanë me asnjë tesh firmato e me asnjë kerr më të mirin botë e me as parën e dynjas. Mungesa ekzistenciale është diçka që ty të bjen në një moment edhe thjesht du të me ullë, me i mshel syt, edhe me meditu, me u kthy në gjenez, me e pa. Unë i kam pas periudha jo të lehta të jetës time, sepse kjo është pjesë e jetës tonë. Rruga e jetës na shpihet gjithmonë. Unë shpesh herë ju tham njerëzve që jeta është si rruga vjetër e kuksit, me kthesa, të poshtë, përpjet, udhkryqe, absurde, mjegull. Po më intereson, sepse i preket 2-3 gjana jam thellësisht interesum. Keni pa njerëz që kanë zhvillu shumë karrierë, që kanë investu tepër shumë në karrierë. Po shpesh herë e kanë mangu pjesën e karakterit, pjesën e asaj të njerëzishmës. Sipas teje, çka ka rëndësi? Ma shumë e mbrëmshme apo jashtme? E lexoj tani një libër, letrat e zotit Chesterfield dhe për shumë dërgimin e familjeve apo të fëmijëve të familje aristokrate, një familje të ndryshme, dhe një ditë apo një verë një djalë një familje aristokrate e kalon pushimin e verës në një familje shumë të pasur aristokrate, kur kthehet djali në shtëpi dhe i pyesin prind si kalove në atë familje, është shumë e pasur, kanë pallate, kanë pasuri. Djali uli kokën, babi thotë, më vjen keq ta them të vërtetën, ata kishin vetëm pasuri dhe asgjë tjetër. Dhe besoj që ky duhet të jetë një motiv që vërtet duhet t'i kthemi leximit, duhet t'i kthemi krahasueshmërisë, duhet ta kemi empati në vete dhe ta shikojmë atë substancën e realitetit dhe jo vetëm periferen. Më kujtohet gjatë qëndrimit në Japoni, kishim një debat, një seminar, dhe atje kuptova që ka dallim mes të paminit dhe të shikuarit. E pyet një student nga Vietnami profesorin, thotë, ju lutem, tregoni cili është dallimi mes asaj me pa dhe